Nothing's gonna hold me back. I'm gonna ride. I'm riding free. So come along, let's go along. Come on, this journey with me. I'm gonna ride. I'm riding free. As long as I am here with you, I feel the spirit in me. Yeah, yeah. Nothing's gonna hold me back. I'm gonna ride. Përshëndetje shikues të televizionit Dua Gjimni, po kthehemi prapë me emisionin Planet Kids në një ishull prapë shumë interesant me shumë shtaz. Në këtë emision i kam dy ekipe këtu, e janë dy ekipe. Janë këtu ekipe që kanë melu në tërë emisionin, po fillojmë unë në djallëtimin me naharën. Si po ndihesh? Shumë mirë. Hobi i preferuar? Më pëlqen shumë moderimi, kështu që edhe atë ushtrojsh si hobi. Po. E lënda e preferuar në shkollë? Kam shumë lëndë preferume edukata qytetare, gjuhë amtare, gjuhë angleze. Po. Pra, kjo është e garuesja e parë, a ja keni vendosur ekipet emrin? Po. Si? Bilbilat. Bilbilat. E ja keni vendosur? Po. Qysh? Galaksi. Galaksi. Kemi ta edhe Jallën. Jalla, sa vjeçi? 9 vjeqe. Hobi preferuar? Telefon me lut. Në telefon, çfarë loje lu në telefon? My Talking Angela edhe Barbie. Po. Pra, shikues të nderuar, kjo është edhe Jalla, garuesja e dytë e ekipit të Bilbilave, edhe e kemi edhe Florin. Flore, si po ndihesh që je në emision? Mirë. Sa vjeçi? 7. Lënda e preferuar në shkollë? Matematik. A din matematik mirë? Po, sigurisht. Pra, këtë ishin 3 garues e ekipit Bilbila, tash po filloj edhe me Aminën. Amina, sa vjeçi? Jam 10 vjeqe. 10 vjeçe. Hobi preferuar? Vizatimi dhe modelimi. Në shkollë, lënda e preferuar? Gjuhë amtare. Gjuhë amtare, po. Pra, kjo është e garuesja e parë e ekipit të Galaksive, edhe Rovejda. Rovejda, sa vjeçi? 9. Hobi preferuar? Ping-pongu. Në telefon, kur t'i kryen mësimet, detyrat, në telefon, a lun në i loj? Rallë. Sport, ma shumë. Pra, kjo është edhe garuesja e dytë të ekipit Galaksi, e kemi edhe Sarën. Sara, si po ndihesh që je në emision? Shumë mirë. Po ta merr me një që ki më kënaq. Po. Sa vjeçi? 8. 8 vjeçe. Lënda e preferuar në shkollë? Art figurativ. A din me vizatu mirë? Po. A më shumë vizatën natyrë, shtëpia, portrete, njerëz? Disa vizatime vizatoj. Pra, shikues të televizionit Dua Gjimni, këtu i kemi këta 2 ekipet dhe me nësë përpresin edhe fëmijët me tregu se cila është loja e parë, ta shohim se cila është loja e parë. Nothing's gonna hold me back. I'm gonna ride. I'm riding free. So come along, let's go along. Come on, this journey with me. I'm gonna ride. I'm riding free. So come along, let's go along. Come on, this journey with me. I'm gonna ride. I'm riding free. As long as I am here. Nothing's gonna hold me back. Jemi të loja e parë me kuna. 2 garues kundërshtor duhet të bëjnë golën se cili po i rrezon më shpejt cili është më i shpejt për t'i mbledhur kunat. Njëra ekipi ka të kaltër dhe tjetri ekipi ka ngjyrë portokall. Pasi t'i mbledhen duhet t'i vendosin në tavolinë dhe cili rrezon i pari e fiton golën. Tash t'ja shpjegoj edhe garuesve. Lojna e keni qartë? Është Amina edhe Nahari. Topat pasaj keni këtë, vetëm të presim edhe countdownin. Për 3, 2, 1, filloni. Shpejt. Po t'i fanë edhe ju.
deri tash kanë rëdzu asnjë. Lavni prapë, po, ndihmoni me topa, mi mbledh topat. Filloni ju prapë me gjuhë, derisa këta i mbledhin topat. Jo edhe ju tjerë, vetëm Nahore dhe Amina. Ndihmoni edhe ju tjerë mi marrë topat. Tash bën para tavolinës sepse loja zgjat shumë. Amina dhe Nahar para tavolinës gjuni topat. Bravo. Pra, Nahore e rëzoj konën. Fillojmë edhe me raundin e dytë, vetëm ti ndreshim këtu konat. Raundin e parë fitoi Nahore dhe të presim për raundin e dytë. Raundi i parë përfundoi, tash jemi në raundin e dytë, por desha t'ju them se ju fëmijë që jeni në shtëpi, nëse doni edhe ju ta shihni këtë loja, e jani. Vetëm na dërgoni foton, një numër telefonit, emrin edhe mbi emrin, në faqen tonë në Facebook apo Instagram. Tash është Jara edhe Ruvejda. A lojën a e keni qartë? Vetëm të presim edhe countdownin. Për 3, 2, 1, filloni. Më të edhe ju me vrapunë. Shpejt. Pastaj kur t'i mbledh një vendos në tavolinë. Shpejt. Vendosni në tavolinë. Në tavolinë, Jara, në tavolinë vendosi. E merre topin dhe rrëzoj konat. Konin me ngjyrë të kaltër. Bravo. Këto fuqimat move. Ndihmoni edhe ju tjerë mi mbledh topat. Gotësh. Ruvejda dhe Jara, ju filloni me gjujt prapë. Garus tjeri mbledhen topat. Për pak. Bravo. Bravo. Do të repike. Për Ruvejda e rëzoj dhe këtë rënde ka fituar ekipi i Galaxy. Tash ka përfundu Jara, tash e kemi edhe rundin e tretë. Vetëm të presim derisa të rregullohen kona. Shikues të televizionit duka gjeni, jemi në emisionin Planet Kids, jemi në lojën mbledhja e konave, tash janë në golë Fjori edhe Sara. A po e kuptoni lojën? Vetëm të presim edhe countdownin edhe me fillu. Për 3, 2, 1, filloni. Shpejt, jepni motive dhe ju varuzve. Shpejt. Dy karus janë të barabartë. Pastaj vendosni në tavolinë. Gjuj tash me rëzu konën. Bravo. Fuqi makmove. Bravo. Edhe pak fjerë.
Vetëm nëse rrë konën e Fiorit ose Fior nëse rrë konën e Sorës, pikë numërohen për kundërshtarin. Në vllazëni e tjerë mi marrë të uvat, ndihmoni Fiora dhe Sora ju dhe këtu rrinë mi rëzu atë. Filloni mi rëzu. Bravo, Fior. Bah, për pak. Bravo, Fiori, veç fuqimat madhe. Ndihmoni prapë mi mbledh të upat. Filloni mi rëzujo. Bravo, Fiori. Vetëm derisa ta rëzesh në tokë. Për pak. Bravo, Sora. Fior, mundo me rëkonën tonë, se pikë pastaj numërohen për Sorën. Filloni me një herë me gjë. Bravo. Ndihmoni afet me tupa. Sa duket kjo lejde të gjatë shumë. Vetëm mos i pengoni garuzve. Gjuni të pat më lartë dhe... Për pak, Fior. Bravo. Bravo, Sora. Tani loja përfundoi, ekipi Galaxy ka fitu 2 raunde, ndërsa ekipi i Bilbila vetëm një raund. Por përgjithësi u kon loja shumë e mirë, ta shohim se cila është loja e radhës. Nothing's gonna hold me back. I'm gonna ride. I'm riding free. So come along, let's go along. Come on, let's journey with me. I'm gonna ride. I'm riding free. So come along, let's go along. Come on, let's journey with me. I'm gonna ride. I'm riding free. Jemi në lojën e dytë, loja futboll. 2 ekipet do të garojnë mes vete, cili shënon i pari 3 gola e fiton golën. Është 5 minuta loja, janë 5 pikë. A keni lu futboll ma fora? Se shumica qika... Fjara ke lu? Pra vetëm të presim edhe countdownin. Për 3, 2, 1. Filloni. Jashtë nuk ka, vetëm bëni pasime sa më shumë. Bravo, Fior.
foli, vetëm filloni. Amin. Dani pasime sa bravo fjalë. Na bë pasime me fjorin. Rafoni më shpejt. Bravo fjalë. Edhe 2 minuta kanë mbet. Bravo. Fjalë. 2-1 për ekipin Galaksi. Bravo fjalë. Shoot now. Bravo. Tri për ekipin Galaksia. Nuk haro. A ka hy gol? Pra, 2 ekipet kanë qenë boras 4-4. Bravo Fiori ka luajtur shumë mirë. Të shumë pe bojna edhe 1 minutë me di se cili përfiton. Vetëm të presim edhe countdownin. I'm breathing in. Nothing's gonna hold me back. I'm gonna. Ne, fillon. Pas e Fiori, na. Shit Fiori. Bravo Fiori. Hajde. Edhe një gol. Bravo. Shit Sara.
Shpejt. Bravo. Fjallë. Përfundoj e gjitha. Pra, nuk ka pikë për asnjërin ekip sepse kam mbetër boras 4-4, edhe pse një minutë shtesë prap dy ekipet kanë qenë barabart 4-4, pikë nuk fitoni asnjëri sepse e keni qenë barabart dhe ta shohim se cila është loja e radhës. Nothing's gonna hold me back. I'm gonna ride. I'm riding free. So come along, let's go along. Come on this journey with me. I'm gonna ride. I'm riding free. So come along, let's go along. Come on this journey with me. I'm gonna ride. I'm riding free. As long as I am here with you. Nothing's gonna Jemi te loja 3 që është matematik. Këto e dim, edhe këtë lojë e dim gjithë, janë në gol Amina edhe Nahori. I kanë detyrat e vendasta, të gjithë fëmijët duhet të garojnë se cili po i kryejnë detyrat pa gabime. Në gol janë 2-2, pra Nahori dhe Amina. Vendosni detyrat tek fleta e parë. Vetë countdownin. Të presim edhe countdownin kur t'ja fillon. 3, 2, 1, filloni. Vetëm që më pak marrë se kamera me fëmi po të gjithë. Amina I ka përfundu. Kja kontrollojmë Aminës spori. Dal, hej. 10 herët 18 me 252 e sakt. 18 herët 12 200 e sakt. 45 herët 32 po e sakt. 24 herën 29 696. Të gabim veç bënë një x. 16 herën 80 barabartë me 1280. Pro, Amina I ka plecu vetëm 2 detyra I ka bo gabim, kja kontrolloj edhe Nahorit. 13 herë 18 234 e sakt. 16 herë 12 192. 43 herë 33 e barabartë me 1419 mirësht. Edhe 25 herë 28 700.
18 është edhe këtë 18 herët 82 e barabartë me 1476. E saktë, dhe më thonë, vetëm edhe 2 detyra. 2 garucit i kanë barabartë, sepse 2 ati i kanë pas 2 detyra gabim, ndërsa tjera të mirë. Tash fillojmë edhe me rundin e 2 që është, rundi i 2 është Fiori edhe... Unë me atë. Ruvejda edhe Fiori, a me Jarën? Me Jarën. Me Jarën. Po, vetëm që vendosi detyrat. Që këto unë e kam. Matiri. Vetëm Jara kur t'i plotësejsh, rri maknej se me po kamera. Edhe ti kur t'i plotësejsh. Në klasë 4. Mosë Sara. Jo, në klasë 3. Vetëm pak, Jari, është Fiori edhe Sara. Partërë më të shumë. Vetëm të presim edhe countdownin. Jo, plotësoj. Fiori, jo. Ndashi. Për 3, 2, ne, filla fjallë. Filla edhe me të parën, se nuk është të plotësuar. Fiori i ka plotësu 3 detyra, vetëm pak male. Edhe 2 detyra i kanë mbet me minus. Mos u ngutni, vetëm bëni pak gabime. Jemi te loja e tretë. Fiori ka përfundu, bravo Fiori, vetëm t'i kontrolloj. 8 plus 9, 17, 7 plus 12, 19, 9 plus 6, 15, 11 minus 6, 5 dhe 16 minus 9, 7. Bravo, gjitha detyrat i ki mirë. T'ja kontrolloj edhe Sarës, Sara vetëm pak monë është për shkak të kamerës. 7 plus 8, 15, 9 plus 12, 21, 7 plus 9, 16, 12 minus 6, 6, 18 minus 7, 19. Bravo, gjitha detyrat edhe Sara i ka mirë, bravo Sara. Pra, 2 garusi kanë ka 5 pikë, sepse i kanë bërë gjitha detyrat mirë. Shkojmë edhe me rondin e tretë, që është Jara edhe Ruvejda. Atëm t'i vendosi detyrat. E ka vendos. Pret Jara, pret vetëm countdownin t'ja fillon. Për 3, 2, 1, fillon. Bravo Rujda, i ka përfundu e kora. Bravo Rujd, vetëm t'i kontrolloj. 9 plus 8, 17. 7 plus 9, 16. 6 plus 7, 13. 3 herë 6, 24. 3 herë 6, 18. Vetëm të vejt. 6 herë 9, 54, edhe ke mirë. Dhe më thonë, Rujda e ka bo vetëm një detyr gabim, ta kontrolloj edhe t'Jarës.
3 herë 7, 21, 8 plus 15, vetëm largo pe kamelës e 8 plus 15, 23, 9 plus 12, 21, 5 herë 9, 45 dhe 10 plus 13, 23. Bravo, Jora. Jora I ka plotësuar gjitha detyrat me sukses. Janë kryer 3 ronde, ta shohim se cila është loja e radhës. Nothing's gonna hold me back. I'm gonna ride. I'm riding free. So come along, let's go along. Come on, let's journey with me. I'm gonna ride. I'm riding free. So come along, let's go along. Come on, let's journey with me. I'm gonna ride. I'm riding free. Shikuar të televizionit duka gjeni arritëm të loja e preferuar e garuzëve, loja e 4 që është Spider-Man I shpejt botja e majmunëve. Fëmijët duhet të garojnë të gjithë për një herë, kush po bart majmun më shpejt. Vrapimi bëhet nëpër pengesa, janë 3 runde, është 5 pikë rundi. Shkoj edhe fëmijëve që shpjegoj. Pra ju duhet të vraponi mbi pengesat, të shkoni të kapni majmunin, të futni në tunel dhe të futni në shportat e veta, në shportat e ekipit. Nuk lejohet nëse I kapni 2 majmuna ose nëse nuk futni në tunel. A I keni qartë? Vetëm të presim edhe countdownin. Për 3, 2, 1, filloni. Gjithë. Peki. Tekeja. Në komo. Të nëmbroj të ekipet të Galaxy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dhe kënaj 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pra shikues të nderuar, këtë ronde ka fituar ekipi Galaxy sepse I ka bërë 7 majmun, ndërsa ekipi I Bilbilive vetëm 6, por janë edhe 2 runde, janë edhe 2 mundësi për të barazuar. Vetëm shkoni vendosni atje te vani. Një këtë. Nuk guxoni me ka 2, vetëm ka 1. Lendet në këtë. Të presim prap countdownin. Për 3, 2, 1, filloni. Kam ma vetëm, vinë edhe Jara, Lëvejda edhe... 1, 2, 3, 4, 5, plap, 6 majmun I kanë bortur ekipi I Bilbilve dhe 7 I ka bortur ekipi Galaxy. Është edhe një rond tjetër, vetëm vendosni prap majmunat në vendin e vetë. Dhe kjo është rundi përfundimtar. Vetëm ta rregulloj. Hajde Jol, pusht. Mirë. Mirë. A jeni goti 2 ekipet?
Pra shiko se dashur vetëm të presim edhe kandonin dhe le të filloj loja. 3, 2, ne, filloni. Është raundi i tretë. Një, 2, 3, 4. A ke rregullu? Ma nuk ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 majmuni ka bort ekipi Bilbilav dhe 6 majmuni ka bortur ekipi Galaxy. Pra janë kryer të 3 raundet, 2 raunde i kanë fitu ekipi Galaxy dhe 1 raund i ka fitu ekipi Bilbilav. Ta shohim se cila është loja e radhës. Nothing's gonna hold me back. I'm gonna ride, I'm riding free. So come along, let's go along. Come on this journey with me. I'm gonna ride, I'm riding free. So come along, let's go along. Come on this journey with me. I'm gonna ride, I'm riding free. As long as I am here with you. Nothing's gonna hold me back. I'm gonna ride, I'm riding free. Jemi në lojën e 5, loja e 5 është kush më i forti, edhe kjo lojë është e preferuar për fëmijë, sepse përdoret fuqia edhe fëmija rëzohen. Të dy ekipet do të garojnë se cili është më i forti, e keni litarin që duhet ta tërheqni. Janë 5 runde, 5 pikë rundi, e janë të litari. Kapni litarin, po. Gjithë garusit me kap litarin, prit. Edhe një moment. A jeni gati? Dy ekipet? Pra garusit janë gati, vetëm ta presim edhe kandonin për 3, 2, ne, filloni. Fort björn. Bravo. Si te kaloni sinxhirin, fitoni. Janë edhe 4 runde tjera, këtë rënd pra e fitoj ekipi i Bilbilve. Në krejt jemi barabart. Ta presim edhe kandonin. Për 3, 2, ne. Mos u dorëzoni. Jepi. Nuk e ka kalu. Ngrehe. Fjor, kap edhe të ngrehe. Fort, mos u dorëzoni. Fort, fjor. Fjor edhe pak. Halo. Bravo. I kemi edhe 3 runde tjera. Vetëm keni kujdes. Vetëm të presim prap kandonin. Për 3, 2, ne, filloni. Fort. Fort edhe pak. Bravo. 3 raunde i ka fitu ekipi i Bilbilve. Janë edhe 2 raunde tjera. Edhe pak. T'jemi të barabart, jo. Të presim kandonin. Për 2, ne, filloni. Bravo. Bro, 4 runde i ka fitu ekipi i Bilbilve,
Kam bejt vetëm edhe një rond, të presim countdownin. Për 3, 2, 1, filloni. Filloni. Mos të dërzoni. Galaksika, mos të dërzoni. Fort. Bravo. Bravo, Fier. Bravo, Jona. Pra, 5 runde i ka fitu ekipi i Bilbilve, por në përgjithësi 2 ekipet kanë qenë shumë të forta. Kjo lojë është shumë e mirë për fëmijët. E kemi tash edhe lojën e 6 të shohim se cila është. Nothing's gonna hold me back. I'm gonna ride. I'm riding free. So come along, let's go along. Come on this journey with me. I'm gonna ride. I'm riding free. So come along, let's go along. Come on this journey with me. I'm gonna ride. I'm riding free. As long as I Arritëm edhe në fundin e misionit. Është loja e 6, por para se t'ja shpjegoj lojën garuzëve, desha t'ju ftoj në emision. Ju qeni në klasë 3, formoni ekipin dhe aplikoni. Dërgoni foto, numrin e telefonit, emrin dhe mbiemrin. Tash është loja e 6, e shpërtimi i balonave. 2 ekipet do të kalojnë secili po i shpërthen balonat më shpejt. Kush i shpërthen më shpejt i ka 5 pikë. Balonat me ngjyrë portokall i morin ekipi Galaksi edhe balonat me ngjyrë vjollce ekipi i Bilbilav. Hajni gati? Pra garus janë gati, ta presim edhe countdownin dhe 3, 2, 1, filloni. Bravo, pra, përfundoi edhe loja 6 shpërtimi i balonave. Këtë lojë fitoi ekipi i Galaksi sepse i shpërthei balonat më shpejt, ndërsa ekipi i Bilbilav i kanë mbet edhe 2 balona, po tash ka ardhur koha më t'tregu edhe rezultatin 2 ekipeve. Ekipi i Bilbilav i ka 55 pikë dhe ekipi i Galaksi i ka 35 pikë. Para se të mbyllë emisionin, desha mi pyet fëmijët se a ju ka pëlqyer emisioni? Po. E masë shumë. Loja, ta i një knoqne për loja. Pra, deri në javën tjetër, shihemi në emisionin Planet Kids. I'm gonna ride, I'm riding free. So come along, let's go along. Come on this journey with me. I'm gonna